që më deklarimet kryesore nga adresa dhe nga Politico dhe do të vazhdojmë tutje me emisionin. Në vazhdim do të realizojmë një intervist me Bekim Selishtin lidhur me zhvillimet aktuale. Flas këtu për seancat e Kuvendit të Kosovës. Është thirrur një seancë nga ora 11, pra për votimin e buxhetit, për të cilën pra PDK, LDK dhe AK kanë thënë që nuk do të jenë pjesëmarrëse, ndërka që nga ora 2 është thirrur seanca e radhës për votimin e qeverisë Konjufta 1. Për këtë sërish ka pasur reagime nga partitë, të cilët pra kanë thënë që do të votojnë kundër dhe se rezultati i kësaj duket pra që do të jenë zgjedhje të pashmangshme. Bek, besoj po më dëgjon, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Vëllemisht mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën orta. Po e nisim Bek pra me seancat e sotme. Një seancë për orës 11 për buxhetin, po që nuk do të jenë të praneshme partitë LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja, ndërka që nga ora 2 seanca për votimin e qeverisë. Kështu, për mu nuk është një diçka e re, edhe për gjithë opinionin nuk është një diçka e re. Kjo që nuk marrin pjesë në seansat që nuk kanë marrëveshje paraprake politike, spaku politike edhe institucionale. Ne jemi në një krizë ku shteti i Kosovës po shkon drejt një blokade të vazhdueshme, pa fajin aty që si kanë numrat me plotsu një ligj, me votu një qeveri ose diçka parafort, sepse duke nisur prej faktit që opozita nuk e ka asnjë obligim moral, as ligjor me mbështet një diçka që nuk është pjesë e atij procesi. Si pasojë që nëse një subjekt politik që nuk ka marrëveshje politike me atë subjekt që udhëheq qeverinë, qysh kam ja shpjegu votuesët vet, nëse ka votu diçka që nuk kanë marrëveshje politike ose në të ardhmen kam i kushtuar si subjekt politik. Kjo është një kurth politik që në të ardhmen i kushton subjekte politike që nuk janë në qeveri. Edhe logjika kësaj pune është shumë e thjeshtë. Nuk mundesh me qenë me votu ligje të qeverisë ose që propozon nga një qeveri në detyrë e që nuk je pjesë e qeverisë sepse ndarmën ka me të kushtu. Se atë votuesin naiv që e ki larg qendrës, ai mendon që ka pazare politike interne me individ caktuar edhe të kushton në votë. Po pa u sqaru politikisht këto fenomene nuk ka logjik me u përka një çka do të qoftë ose një buxhet për të ardhmen e vendit ose ligje të nevojshme që janë prapë për të ardhmen e vendit. Kjo vjen si pasojë që çka kanë bën Kuvend që 10 muaj që kanë kryer këto punë. Nuk është pa i opozitës apo i dikujt tjetër. As qytetarë nuk kanë faj, dikush ka më ndëshku se që 10 muaj marrin paga, më falni, 9 muaj ose 10, marrin paga të majme, po nuk e nga kryer asnjë punë Kuvend. Të vonë, faj dikush do të me marrë, po partitë opozitare duhen me sqaru pak më shumë në media që pse nuk e votojnë ose pse nuk po dojnë me hy pjesë një loje politike ku nuk janë të përfshira në marrëveshje politike për të ardhmen as i qeverie. Kjo është e pasqartë, edhe në herë thonë, nëse nuk e qartësojnë, nëse nuk komunikojnë ato me votuesin e vet, sepse ka pasojë politike në zgjedhje që të ardhmen ose që na presin shumë shpejt. Kjo këtë fenomen që ne diskutojmë nuk është një gjashtë e re që më parë nuk është diskutuar. Sepse tek ne mundet edhe nuk kesh kuptu ky fenomen që sepse analistat pe kundërshtojnë ose pse analistat pe shtyjnë këtë pjesë ose pse mediat e shtyjnë ose nuk e shtyjnë këtë diskutim që ne pe flasim në të mirën e qeverisë. Këta nuk e kanë kuptu që mediat e bojnë veç punën opozitare kush do të shoh në opozit, ne e shohim atë synin kritik që pse nuk është kryer një punë ose pse nuk po shkon diçka mirë me atë proces që është bërë. Edhe në këtë rast nuk ka mundësi dhe nuk ka logjik me votu ligje ose rregulla
ose çka do që i ofrohet për qeverisë nëse nuk kanë marrëveshje politike. Na e dim shumë mirë që në të kaluamën ka pas edhe gaz lësjellë në konvent, O bek, po është dhe rrugës, nuk ka marrëveshje politike, po mbetet shteti, po mbetet buxheti në këtë rast peng i mos marrëveshjeve. A duhet realisht të ngulet këmbë deri në këtë pikë? Ne kemi diskutuar më parë. Po. Nuk besoj që këto 10 muaj që bloku për interesat shtetit ose qytetarëve. Këto 10 muaj që është bloku konvendi është veç për interesa e privilegje të dikujt që me udhëheq edhe me marrë qeverinë. Për pozitat qeveritare, ministrore, gjipat e zi, shoferat, privilegje tjera, udhëtimet që i bonë në patër me shpenzimet shtetit, fare nuk ka lidhje me keq ka për diskutojmë në është. Këto 10 muaj nuk kanë fare interesa për qytetin, për shtetin, ose qytetarin. Kuj si ka interesu për qytetarin? Në prak zgjedhje më i me shpërndohë një 100 euro ose ka 50 euro, varësisht për i kategori që dojmë i prekën, edhe kjo është mja mbyllë gojnë qytetarë. Këta janë, për momentin janë të diskutu veç për privilegje të veta, jo për interes shtetit. Nëse shkojnë interesi i shtetit, në qeveri këndosh me pas qysh para qershori. Sot ishëm të diskutu për ligjet, për sigurimin shëndetësor, sigurimet pensionale, trusin, trashëgimin e pensionit, edhe problemet që lidhen me qytetarët, pagat që sektorit publik ose kontratat që duhen me qenë më valide në sektorin privat, qëta ishë këndosh në qëtë moment me diskutu, jo me diskutu na për privilegjet e për qeverisë. Kjo është ajo që këta nuk mund ma me shqit këtë marifet të qytetarë që ne po folim për të mirën e vend. Për të mirën e vendin qershorë këndosh me pas qeveri. Kush do të qoftë i pari, është në traditën ose në praktikën qeveritare ose udhëheqësi i pari e ka përgjegjësi me kriju qeverinë. Në momentin që kriju edhe mi bo numrat, nuk ka rëndësi sa përqen i ke marrë, nuk je fitus, mbi 50% ki më ullë me diskutu me secilin subjekt me kriju një qeveri. Është e parëndësishme për subjekte tjera sa vote ka marrë një individi saktum, një subjekti saktum, nëse nuk i marrëveshje politike, është e parëndësishme. Si ki numrat, mbi 61%, është prapë e parëndësishme sa deputeti ki konvent ose sa përqen i ke marrë. Sepse ligje thot që mbi 61% e krijon qeverinë. Edhe realisht, cilit mandatar ku shkon me marrë mandatin prej presidentës, është me ligj, edhe me rregullor është që mi pas në letër shkruar me 61 nënshkrime që kanë me votuar qeveri. Jo me shumë e marrë, veç mandatarin pa nënshkrime. Po, dhe nëse flasim për këtë bek tek çështja e zgjedhjeve dhe për ato, pra, nëse shkohet në zgjedhje aktualisht, sepse e përmenda pra edhe në votimin e qeverisë, në seancë parë nuk do të marrin fare pjesë për votimin e buxhetit, ndërkaq që për votimin e qeverisë kanë deklaruar që do të votojnë kundër qeverisë konjufsa. Në anën tjetër kemi një reagim, mund të them kështu, nga KQZ, që thot pra që nuk ka buxhet të mjaftueshëm për zgjedhje. Ku po mbetet vendi, cila do të jetë rruga apo zgjidhja e këtij ngërçe? Unë kisha dashur të marr kjo pjesa fundit, KQZ-ja bon më marr e udhës që shkon më marr me vetveten, jo me këto skandale të përditshme që dalin, pa përgjegjësi totale që është për që ndodhin në Gjilan, Gjakovë dhe në Mitrovic që është me të madhe. Ajo bon më marr me punë të veta, jo më marr me politikë. Mjaft është marrë me politikë, letë mirët me punë që i ka zgjedhore, se marifetet e KQZ-s ne kemi gjithë rezultat sot që secili qytetar e ka hu besimin në zgjedhjet që janë të ndodhen. Për fajin e njerëzve, në disa individu që në KQZ të papërgjegjshëm përballë qytetarëve të vendit, sepse e kanë zbe besimin e zgjedhjeve në Kosovë që ato individ që janë aty të papërgjegjshëm. Pysh ka mundësi që ata flet votime me ardhen, edhe një kompani mja dhonë me shtypën flet votime në një kompani me që s'kanë lidhje me Kosovën, jashtë Kosovës. A menon që nuk kanë ndikim drejt për drejt që ta farë skandalit e tenderave jashtë Kosovës për flet votimet e zgjedhore. Edhe realisht flet votimi që nuk ka numrin seri këtë njëjtë, a i bjen që skandal. Edhe me pyet një fëmijë në rrugë, edhe një plak që se ka asë një ditë shkollë, që ka mbi 90 vjetë e ditë që
është antiligjore nëse një flet votim nuk ka numër serik, ose që nuk përputhet numri serik me numrin serik që është paraprak ose... Po ka pasur një reagim nga KQZ-ja për këtë pikë? Ka pas reagim, po është i pasinqert e reagim. Ai është i pasinqert. E ka lëndu edhe e ka humbë besimin, e ka zbi besimin tek qytetarët skandalet e tyre. Kështu që ata bën më marrë me skandalet e veta, jo më marrë me pjesën se çka bojnë deputet ose qytetarë tjerë. Është e rrugës le të mirën veç me vetveten. Jo me hub besimin e me gjithë këto skandale të vazhdueshme me bo favorizime të saktume. Kështu që s'është ato s'kan çka më marrë me këtë pjesë. Ndërsa te votimi që ne edhe në fillim e thash edhe prapë e tham, këto tek numrat realisht të kondosh me negociu me secilin subjekt politik që pranon me negociu edhe që ulet në tavolinë diskutimet për me pranu qatë ofertën që këto e japin edhe ato kërkesën që kanë përballë partisë më të madhe në vend. Partia e madhe në vend e ka obligim me diskutu, me gjetë zgjidhjet ose me gjetë deputet ose me kriju koalicione të pranueshme. Po tash është problemi shumë bazik, asnjë subjekt politik nuk e merr përgjegjësinë me hy me një koalicion ose me hy me një rrugë që është pa kry. Rruga pa kry do më thonë me përkrah një qeveri edhe nesër ki zgjedhje. Po shihet që ka zgjedhje, çka kanë më thonë ato votuesit vetë në terren nëse kanë përkrah një qeveri e nuk janë pjesë e një qeverisë, edhe eventualisht ndodhet diçka që veç për interesat veta. Gabimi ka qenë i parë dihet kur ju fitu zgjedhjet në fillim zgjedhjet nacionale, kur u kryetën, gabimi ka qenë i subjektit madh që e përdori gjuhën fyse, gabimi i dytë fatal që asnjë lider i asnjë subjekti nuk guzon me pranu, me bashkëpunu që nuk me qeverinë që nuk është pjesë nëse nuk është pjesë e koalicionit sepse është diskutuar në fushata një proces që komunat që udhëhiqen nga vetë vendosje kanë me pas përparësi. Kjo është thonë. Tash urojmë që le t'i mbështesin ato komuna ku ka nevojë me mbështet, po cili subjekt politik e ka guximin ose me mbështet këtë qeveri edhe të ardhmen nëse nuk janë mbështet nevojat e komunës që udhëheq ai subjekt që ka votu. Si pasojë që është thonë publikisht që kam mbështet ato komuna që udhëheq vetë vendosjen. A mendon që mund të bëhet një gjë e tillë Bek? Pra, a mund të ndodhë një gjë e tillë sepse kemi dëgjuar vazhdimisht ka pasur akuza nga kryetarët që kanë qenë nga vetëvendosje që kanë deklaruar herime të tilla që nuk kanë pasur mbështetje në dorë nga qeveria. A ekziston? A mund të bëhet sërish një gjë e tillë? Ekziston. E ki rastin e Gjakovës ku janë sa ishin qeveri Ramush Haradinaj kanë ndodhur vazhdimisht fonde për Gjakovën që sot që Gjakovë që udhëheq Ardion Gjini o fal Ramush Haradinaj që ka qenë investime të majme në Gjakovë. Që ka qenë investime, që ka dërgu investime të majme, i mbështet në kuvendin e Kosovës, ka gjetë donacione, edhe mbi 200 diçka milion janë. Unë nuk kam kur gjë kundër, kjo është një diçka e mirë, po bën në secilin komunë që nuk ka zhvillim të mirë me u mbështet nga qeveria pak më shumë. Se ekzistojnë mundësitë, ligjore ose kanalet ligjore të qeverisë që mund me negociu me ndërmarrje të mëdha, si me Bankën Botërore, me IPA-n, Bashkimin Evropian, ose fondet të ndryshme që mund me orientu në komunat caktume që janë të preferuar nga qeveria. Ekziston kjo mundësi që është bon të kalumen, po jo me nuanca shumë të mëdha. Po deri me tash, prej qeverive nuk janë në komunat anamorëm nuk është vrejt ky dallim, nuk është pa që është vrejt edhe në disa komuna tjera më prej ashtim, kjo është e kam shumë të fiksuar që është diskutu mbi 280 milion që ndodh donacione për Gjakovën, edhe plus buxhetin e Gjakovës që është punë. Kjo një diçka nuk është diçka keqe, sepse ka pas nevojë në çat kohë me u mbështet, po s'do të thotë që komuna tjera duhen me met anash pa u mbështet. Për këtë arsye them që nëse nuk janë qeveri, edhe ndodh një diçka e tillë qysh ka me komuniku që ky lideri me votuesin e vet nesër kur kanë dalin fushatën për zgjedhjet nacionale, sepse do të ketë krizë institucionale nëse nuk kanë marrëveshje me subjektet e mëdha për votimin e
në të ardhmen për votimin ose gjetjen e një solucioni për me votu presidenten ose presidentin. Se me subjektet vogla është veç me shty një proces, po jo edhe që mund me kry punë të mëdhaja nëse nuk i ki marrëveshjet me subjektet e mëdhaja. Pra po në menoj, e di që është shumë e kushtueshme, po në qëtë rast nëse ka ndodhur këtë këngërsh politik, është ma e udhës me pasën një marrëveshje politike për të ardhmen, edhe me pas zgjedhjet nacionale që le ti përcaktojnë numra se qysh ka me shku për të ardhmen. Po, edhe për fund, Bek në raste shkohet në zgjedhje, a mendon që mund të arrijë, sepse vetëvendosja është me qenë se ka dalë partia e parë, a mund të arrijë të ketë mbi 50%? Që të krijojë pastaj vetëm qeverina, apo nuk ekziston si mundësi? Me çdo skandalet e KQZ-s mund edhe me dalë mbi 50%, nëse vazhdohet, edhe nëse dikush nuk e monitoron pak me kujdes, KQZ-n, mund edhe me ndodhë edhe kjo, po realisht teoretikisht nuk janë gjasat me dalë më 50%, sepse janë kriju klimat asisaj që po shihet paqartësia edhe jo korrektësia që deri tash ka ndodhur si për votues e Kosovës ose për shtetin e Kosovës, sepse është po që këtë subjektet politike e njëjtë, veç dallojnë emrat, misioni tyre është me marrë pushtetin, me pas privilegjet personale, manej çka teprojnë janë për kombin. Po prapë unë them, uroj që secili përfaqësues i subjekte politike që është në KSZ ta ketë vedin edhe mendjen e shnosh me u marr me çdo skandale që ndodhen tash në KSZ, që mos më shi. Po me pas kujdes, sepse ata mund me qenë njerëz shumë të mirë, po nuk kanë pas kujdes se çka ka ndodhur. Unë e kuptoj gabimin njerëzor, po që ky KSZ ka çet misione ka, dhe çto nëse ndodhin gabime me gjithë ato pagat mbajme, nëse çto ndodhin gabime, për çka ato punojnë ato njerëz me gjithë ato paga. Po, dhe Bek, sepse kaq kishim edhe kohën e dispozicion, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për ato diskutime që i kishim së bashku tek dita e re. Falenderit shumë për ftesën, edhe ne gjithmonë afër televizionit që ofron hapësira për të gjithë ku mujmë me diskutu të gjithë, edhe është prezent gjitha shtëpia tona. Faleminderit shumë, Bek. Dhe të dashur shikues, në vazhdim do të ndalemi për pak minuta marketing për të rikthyer pastaj të diskutuar për një temë krejtësisht tjetër. Meqense nëse qëndrojmë te kjo përmendat më herët, është një lloj ka një lloj ndërlidhje